Banorët e Rjollit kanë zhvilluar këtë të mërkur protest para prokurorisë së Shkodrës, duke kërkuar dhënien fund të zvarritjes 1 vjeçare të hetimeve për pronat e tyre. Ata denoncuan se dosja po mbahet peng në zyrat e akuzës dhe se drejtimi i hetimeve është devijuar qëllimisht përmes ndryshimit të pyetjeve drejtuar ekspertëve topografik. Banorët kërkojnë një takim të drejtë me drejtuesit e institucionit, duke paralajmëruar se nuk do të tërhiqen deri në zbardhjen e plotë të çështjes. Ne kemi ardhur te Prokuroria e Shkodrës, duke qenë se Prokuroria e Shkodrës ka mbi 1 vit që ka dosjen tonë në zyrat e saj dhe nuk ka kryer akoma, nuk është mbyll hetimi. Kemi qenë në nëntor që presim për një akt ekspertimi që nuk na është vënë dispozicion akoma, që zvarritet dhe së fundmi janë ndryshuar dhe pyetjet për ekspertët. Prokuroria ka ndryshuar pyetjet duke tjetërsuar dhe drejtimin e hetimit. Kështu që sot jena këtu për të bërë një takim me prokurorin e çështjes ose me titullarin e institucionit për më na vënë në dispozicion, më na vënë informacion se si ka proceduria e hetimit të dosjes, në çfarë faze jena dhe më na informu pse kanë vendosur me ndryshu pyetjet për ekspertët topografik. Duke qenë që pyetjet e ndryshuara tjetërsojnë komplet hetimin. Unë interesova në gjykat, pranë gjykatës se cilën çështje kishte ai për të zhvilluar në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër. Aty më doli që ai nuk kishte në gjyq dhe ai po mbyllet mbrana aty në zyrën e tij. Ne kisha lutur edhe një herë kryeprokurorit që të lutem na prit dhe na dëgjoj fjalë që ne duhet të themi vetëm vërtetën. Ndërkohë një nga banorët e Rjollit, Gëzim Pjeshka, ka treguar një incident të ndodhur një ditë më parë në Lezhë, ku u shoqërua në polici gjatë një takimi të kryeministrit Rama. Unë jetoj në Lezhë. Kam kënë dje mas dreke, në orën 4 i qerek, bulevard, të nejtë, ullë në stol, vjen polici mërë më qëndeg, për qa më qëndeg mu. Kam kënë dje në Lezhë, në komisariat, për qa me shku në dje, qa e mu në kriminel janë këta, hajduda janë këta. Ta kanë hynë të toka jeme kanë mikë prej tokës teme. Prej 3 muajsh vjen protesta e banorëve të Bakësirjollit kundër ndërtimit të këtij resorti, të cilët e cilësojnë si një rrëmbim të pronave.